Mërtiri, më jep një koment për partitë e reja, partitë e tjera, partitë e vogla, mund t'i quajmë si të duam, si e ke parë aksionin e tyre gjatë tyre ditëve. E ka refuzuar zotin Berisha, ka refuzuar edhe zoti Sheaj, patjetër Lapaj, gjithashtu e ka refuzuar edhe Arlin Qori, por ka qenë më konsekvent. Më jep një koment për partitë e reja. Kanë fituar sadopak terren në këtë situatë ku opozita ka paqartësitë e saj apo e shikon të njëjtë me situatën para? Unë besoj që sigurisht çdo humbje terrenit e opozitës së madhe, pra Partisë Demokratike, do sjell rritje të partive të tjera. Sepse ka një rregull politik që përgjithsisht vakumi nuk ekziston. Tek ne sigurisht që një pjesë e mirë votuesve refuzojnë dhe nuk dalin të votojnë asnjë parti sepse janë të zhgënjur nga të gjithë. Përfshi këtu edhe partitë e reja, por gjithsesi zhgënjimi me partitë e reja është shumë herë më i vogël se sa zhgënjimi me partitë e mëdha, sepse partitë e reja sado që të kenë treguar papikuri apo probleme midis tyre, nuk kanë sjellë dëme të tilla siç kanë sjellë partitë e mëdha me nivele të tmerrshme korrupsioni, me shkatrim të demokracisë, me shkatrim të institucioneve, me kapje të shtetit e tjerë etj. Pra, domethënë, ata nuk bartin mëkatet e këtyre 35 viteve siç bartin dy partitë e mëdha. Në këto kushte, kur opozita dukshëm tashmë nuk ngjall shpresë, sigurisht që dy partitë e tjera të reja do të përfitojnë elektoralikisht. Që do thotë, një pjesë e mirë e elektoratit në vitin vjet, në 2025, në zgjedhjet e 11 majit, shkuan ta votojnë Partinë Demokratike pa dashur atë, pa dashur Sali Berishën. Ai mori 500.000 vota, jo se ka 500.000 vota Sali Berisha, por sepse njerëzit përballë Edi Ramës, një pjesë e mirë e votuesve, zgjodhen që të zgjedhin Berishën megjithëse nuk e duan atë, sepse nuk duan Ramën. Por duhet kemi parasysh që nga 750.000 vota që kishte opozita e PD dhe LSI u reduktuan në 500.000 vota, pra 250.000 njerëz tjerë nuk zgjodhen që ta votojnë Berishën, megjithëse nuk e duan Ramën. Tani në kushtet kur këta njerëz do ta kenë qartë që tashmë nuk fiton dot më, pse një pjesë u gënjyen, menduan që erdhi Lacivita, Trumpi do bëhet vetëm dhe do të mundet Rama. Por tashmë që e kuptuan që me gjithë Lacivitën dhe me gjithë Trumpin nuk fiton Partia Demokratike, ndërkohë që Berisha vazhdon të jetë non grata dhe vazhdon të mos mbahet përgjegjësi për premtimet që ka thënë që do të largohet nëse humb zgjedhjet, sigurisht që ky numër do të bjerë dhe çdo numër, pra çdo rënje e Partisë Demokratike do sjell një pjesë të tyre rritet të partitë e reja, sepse një pjesë e mirë e elektoratit nuk del fare të votojë, por një pjesë tjetër vendos që më mirë të jap tyre të vogla se sa të mos shkojë të votojë fare. Kështu që sigurisht që partitë e reja besoj që kanë rritur kredencialet e tyre, megjithëse prap shfaqen shenja papikurie duke mos u bërë bashkë. Duhet vi momenti që duhet bëjmë bashkë, kjo është kusht i domosdoshëm që ata të bëjnë një gol në politikë. Kështu siç janë sigurisht që fitojnë diçka, por jo ndonjë gjë të madhe.